Metodika e edukimit muzikor është libri që promovoi muzikanti Roland Guli në Bibliotekën Shkencore të Universitetit Luiq Gurakuqi. Profesor Guli në librin e tij ka dy pikpyetje kryesore, të cilat I shtjellon përmes argumenteve dhe profesionalizmit muzikor, pse duhet të edukohen fëmijët dhe se si duhet të edukohen. E kam filluar në 2000, afërsisht 2001-2002. Dhe më thojnë kemi dhënë metodikën e edukimit muzikor, po kemi dhënë nesër, më thot profesor Xhavidu Ikani. Si nesër, si kam dhënë me të pajtë, muzikant, instrumentist, ti e dim, ti mundesh me zgjidh, edhe nisëm për me dhënë orën e mësimit. Dhe shof listën asaj, ishte korrespondenca, ishin 120 studenta. Me hion me bëm, si metodik të edukimit, se jo muzikë të thjeshtë, po me bëm metodik, për fatin tim të mirë, kishin ardhur vetëm 2 studentë, se nuk e dishin se pa ndrohet studenti. Dhe I kam thënë vetit, përgatitu, du me dalë të një ide që kemi ne muzikantët në përgjithësi. Ne I themi jam instrumentist, diva, si s'po di ka mund me dhanë mësim, është e gabume. Muzika është dije, duke qenë dije nuk është vetë reflektive. Ka njohjen të, ka kulturën, ka kuptimin e saj, dhe kjo është ajo gjatë që ne muzikantët e kujtojmë si diçka të thjeshtë. Në qoftë se ajo nuk vendoset mbi baza didaktike, metodike, shkencore, ajo del masanaj si një diçka e improvizume. O futen në klasë ti je flautist, se unë kam marru për flaut, je flautist I mirë, po kur vjen puna, ti do të ballafaqohesh me idetë, me logjikën që ka një orë mësimit. Dhe ideja e ndërtimit ti librit ka kënë kjo, thelbësorja. Profesor Zef Çoba vlerësoi këtë vepër të rëndësishme të muzikantit Guli. Libri metodike e edukimit muzikor që na vjen I punuar nga docent Roland Guli parashtron një lëndë të gjerë teorike dhe praktike që pasuron njohuritë studimore dhe siç shprehet vetë autori, shërben si guid në mësimdhënie për mësues të arsimit parashkollor dhe fillor. Ky manual është një ndihmë për të gjithë edukatorët që kanë detyrën dhe ndjenjën e përgjegjësisë për rritjen dhe formimin qytetar, kulturor e artistik të fëmijëve sipas grup moshave, duke përfshirë do thonja edhe prindërit, sigurisht për kapitujt që interesojnë. Rektori I Universitetit të Shkodrës, Toni Gjuraj, deklaroi se metodika mësimore në ditët e sotme në arsim ka një peshë të madhe. Kur unë e mora librin, duke nis nga faqja titulluese dhe nga përmbajtja e lëndës, kuptova që ky tekst është në kohën e duhur, është I duhuri dhe për studentët dhe për te komunitetit të studentëve. Dhe ne kemi nevojë për tekste të tilla që mbështeten tek metodika, sepse janë tekste praktike dhe janë tekste të thjeshta për tu absorbuar dhe natyrisht pastaj edhe për tu aplikuar në punën e përditshme me studentët. Libri Metodike e edukimit muzikor I profesor Roland Gulit është një pasuri e madhe për brezat e nxënësve, prindërve dhe po me aq rëndësi mësuesve të muzikës.